Të gjithë po flasin për punën online, përfshirë këtu edhe mua dhe u bërë shumë kohë që jam duke dalë në rrjetet sociale dhe po flas. Dhe ndoshta ka dhe shumë njerëz, ashtu siç je edhe ti, që do të punosh online, por akoma nuk di se nga ta fillosh. Besoj se ka ardhur momenti që tani të dish disa gjëra nga ta fillosh. Kështu që dëgjoj videon deri në fund për më shumë. Atëre, le ta fillojmë me radhën e duhur. Të ka ndodhur dy skenare. Ke filluar të postosh, por nuk të ka ecur edhe nuk e shitur dot online, ose je thjesht në mendimet e tua për të bërë, por se ke marrë veprimin. Dhe ndoshta asnjëra nga ato s'ka dhënë efektin që ti dëshiron. Po sikur të them që je duke bërë gjën e gabuar, sepse ekzistojnë gjëra të cilat mund të funksionosh pak më mirë dhe mund të të japin shumë rezultat. Kështu që më lejo të prezantoj 5 pikat kryesore që do të duhen për të filluar punën online. 1. Merr vendimin për t'u angazhuar seriozisht. 2. Gjej diçka që ti ta bësh shumë mirë, ose nëse nuk di, atëherë gjej një produkt apo shërbim të gatshëm dhe fillo bashkëpuno. 3. Krijo brandin ose markën e duhur për produktin apo shërbimin që ti do ofrosh. Brandi shet afatgjatë, marketingu shet afatshkurtër. 4. Disiplinë dhe konsistencë. Asnjë gjë nuk ndodh brenda ditës. 5. Gjej çfarë do postosh pikërisht për të promovuar edhe për të vazhduar me brandin tënd. Dhe sigurisht që të ndërtosh aftësi dhe këto 5 do të duhet të ndjesh disa trajnime, do duhet të aftësohesh, do duhet të fillosh nga diku, do duhet të bësh disa kurse. Patjetër që duhet të paguash. Po jo. Shiko pak më vonë se të gjitha ato që po të themi janë falas, janë me kosto 0. Shife. Tani po mendon atë tjetrën, ore po ky pse po i bën të gjitha falas to? Ku e ka interesi? Sepse interesi im nuk është të shes trajnime. Interesi im është në trajnimeve të ndërtoj njerëzit dhe së bashku me njerëzit të ndërtoj biznesin. E di çfarë po mendon, sepse kështu kam menduar dhe unë përpara rreth një viti e gjysmë. Ore mirë, të gjitha këto teorike janë, po si bëhen në praktik? Pikërisht është elementi 6, mbështetja, suporti dhe udhëheqja e vazhdueshme. Me të gjithë njerëzit që duan dhe kanë dëshirën për të punuar dhe kanë 1 orë deri në 3 orë të lira, dhe unë them shpesh që ti mund të fitosh nga 250.000 lekë deri në 2,5 milionë apo 3 milionë lekë në muaj. Ne kemi një platformë, kemi një mundësi, kemi një mënyrë, kemi një mbështetje, kemi një suport që japim për të gjithë anëtarët e ekipit tonë. Dhe për ato 5 të para që ti dëgjove, dhe nëse je gati për ta filluar, patjetër duke bërë pjesë e ekipit edhe duke ardhur në kontakt së bashku, neve do t'i zhvillojmë hap pas hapi, trajnim pas trajnimi dhe do fillojmë të ndërtojmë brandin dhe markën tënde. Kështu që nëse je vërtet interesuar, të lutem më dërgo numrin tënd të telefonit ose shkruaj në komentet dua, edhe unë do të vinë në kontakt me ty me qëllim që të kemi mundësi të koordinojmë një orar takimi edhe të shpjegoj në mënyrë më të detajuar se si mund t'i përfitosh të gjitha këto. Besoj se tani ti mund të jesh gati për ta filluar. Ti je vetëm merr vendimin dhe fillo me numrin 1. Angazhohu seriozisht.